No door to close. I'm not protected from terrorists that stand over here and shooting in, but I am protected from the rockets that was launched from Gaza because we are now facing opposite direction of Gaza. So Gaza is kind of behind us. In that direction. Yeah, so that way, even if you see on these buildings that were built up over here, you can see the line of 4 windows, like look very kind of a squarish next to the blue light hole. These are the safe rooms. I can show even where are the safe rooms in the building that just get built up over here. You can really see it. And again, it's the opposite direction from every Gaza. Apartment, every house has a safe room? You're not gonna get clear to start building your home if you don't have a safe room. Kemi mbritur në afërsi të kufitës në pikën më të afërt që ndon Izraelin me Gazën. Jemi në Kibbutz Nir Oz, lokacionin të saktuar teksa në pjesën tjetër shohim rripin e Gazës. Dhe nga ai pozicion atje ku e fokuson kamermani, një pjesë e madhe e terroristëve kanë mbritur në këtë vend, duke shkaktuar kështu vdekjen e mbi 74 personave ose kidnapimin e shumë të tjerëve. Ky lokacion ku jemi të ndodhur tani ka shërbyer si një vendbanim i ndërtuar më shumë se 50 vite më përpara, fillimisht si bazë ushtarake, më pastaj si komunitet lokal, që sot nuk duket ashtu, për arsye se sot shohim jeti braktisur, një pjesë e madhe e vendbanimeve është dëmtuar, teksa qytetarët dhe pjesa e banorëve po përpiqen ta rindërtojnë dhe t'i kthehen jetës normale. Ndërkohë që në pjesën tjetër, tek rripi i Gazës shihet një shkatërrim total nga luftimet ose nga kjo pjesë e ballafaqimit me forcat mbrojtëse të Izraelit. All the family was incinerated here inside the house. The 5th of them